6 subjekte në Vlorë janë evidentuar deri më tani që kanë patur në ambientet e tyre dhe kanë tregtuar për klientët pulë me salmonellë. Këto subjekte janë evidentuar nga kontrollet që ka kryer Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë. Të evidentuar si subjekte që kanë patur sasi të konsiderueshme të pulave me salmonellë kanë qenë disa prej tyre markete, por nuk kanë munguar as restorantet, të cilat për klientët janë hallka e fundit e konsumit të produkteve. Mësohet gjithashtu se nga qyteti i Vlorës është tërhequr një sasi e konsiderueshme pulash me salmonellë të evidentuar deri më tani, por dhe fast foodet, të cilat janë kryesisht afër shkollave dhe në qytet. Dyshohet se numri i marketeve, restoranteve dhe fast foodeve që kanë tregtuar apo përgatitur sasinë e pulës me salmonellë është më i madh. Sipas burimeve, ka dyshime që pas daljes së lajmit publikisht shumë subjekte private në Vlorë kanë larguar prej tyre gjithë sasinë e pulës që kanë patur, pavarësisht se ka qenë ose jo me salmonellë për të shpëtuar rrezikut. Kjo gjë ka zbehur skandalin duke ulur numrin e subjekteve të evidentuara. Ndërkohë mësohet se subjekte të tjera private po tërheqin nga Vlora të tjera sasi të konsiderueshme pule me salmonellë. E përballë kësaj situate, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë e mban të bllokuar informacionin.